Da juve jashtë. Po Nina. Mund të keni një sqarim si dy shok që kanë pas diçka dhe basta. Po nuk besoj se do Erdhi këtu, erdhi Casey, erdhi Stelina, u morën bashkë me njëri tjetrin. I pa që nga jashtë ta mirë se uan ndërgjum që e vin jume. Po se erdha aty dhe tu nxjerr të dyve jashtë. Nuk i nxori të dy jashtë. Tash i porri vetëm. E mori dhe surprizën. O Kristi, tash e di çfarë bën ajo. Del jashtë gjërat aty bashkë dhe thot, po ti më bëre mua surprizë ore. Kristi, ja ke po të mbaj dhe atë dhuratin që e kishe bërë me duart e tua. Çka kishte bërë aty nuk se pashka? Ja ke nisë mja fut kot. Çfarë ishin ato? Ka bërë Casey kur ka ardhur njerëz në dyqanin im. Oh, vërtet. Me duart e vet ai ka bërë. Për zotin e ka bërë vet. Ja nisën mja fut kot. Po me sa duket nuk që e ka shritur, se e kisha lënë atë si. Që si talle tash? Nuk më talle, më nuk talle. Nxorë të dy. Ore, halal, ore s'kam thënë ti një gjërë të dy ata me nxorë. Këtu edhe kur fillon edhe... Shif tash i tu tallë, si ka shit thot. Dhe që thot këtu tash, gjërat e Kesit nuk shiten fare. Po, bravo, kjo ishte. Më ishte falsitet nga fillimi deri në fund. Ajo kishte shumë domethënie, por gjithsesi. E vërtetove edhe këtë gjë me këtë lëvizje që bëre, halal. Që zgjuar ajo më. I nxori dy jashtë e pam. Kjo ishte surpriza më e bukur që kisha marrë ndonjëherë. Priti mos ka bërë një surprizë në studio prapa ai. Se iku Stelina jashtë. Tash i qaj hallin Mirit, sa në rregull jeti. Një ka friktëri me njerëz, se i thotë tash i shushuje. S'ka friktëri me njerëz, mo. Ti shiqyr që ju ndërtua një profeci të paktën, se vetëm atë ka, ja. Se më fillim kur gumi dhona.